Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikues, ja ku I takuam sërish në ciklin e emisioneve Si të sillemi. Si gjithmonë jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdha hoxhë i nderuar. Mirësevgjetë. Hoxhë i nderuar, sot të flasim si të sillemi me librat ose shpalljet e Zotit, I cili ja ka zbritur profetëve kohë mbas kohe. Por para kësaj të Ademi a.s. I erdhi një lloj diturie tjetër, pra Zoti mësoi drejt për drejt. Ndërkohë që profetëve ju kanë sjellë shpallje me anë të engjëjve. Nga ndryshon tani dia e Ademit dhe dia e këtyre shpalljeve hyjnore? Në lidhje me besimin e muslimanëve në librat e shenjtë ose me shpalljen hyjnore është një besim që nuk mund të shkëputet nga besimi, që do të thotë nuk mund të quhet një besimtar derisa të besoj pikërisht në shpalljet hyjnore. Pra Zoti I Madh herë mbas here ju ka sjell të zgjedhurve të tij, le të themi shpallje. Kjo shpallje ndonjëherë ka qenë diçka le të themi e thënë dhe edhe e shkruar dhe e lehtë, e vogël, që quhen suhuf, ose do të ketë qenë diçka e madhe që quhen librat e shenjtë. Pra ka qenë në formën e librave të shenjtë. Ose në raste të caktuara ka qenë inspirim momenti ose sqarim situatash që ndoshta edhe nuk ka qenë kusht të pasqyrohet patjetër në suhuf apo të pasqyrohet patjetër në librin e shenjtë. Ne muslimanët besojmë se një besimtar nuk mund të quhet besimtar derisa të besojë se Zoti ka zbritur libra të shenjtë. Pra ka zbritur shpallje në profetët e tij dhe kjo shpallje është pasqyruar. Ky pasqyrim ka marrë pikërisht atë që quhet libër ose që quhet le të themi fletushk. Normalisht rasti I Ademit alayhi salatu wassalam është një rast më I veçantë dhe më specifik, sepse Ademi alayhi salatu wassalam ka qenë njeriu I parë që Zoti krijoi. E duke qenë se ai ishte njeriu I parë që Zoti krijoi, Allahu xhelalu atij dha një dije ndryshe nga njerëzit e tjerë në përgjithësi apo dhe nga profetët që do të vinin pas tij, sepse raporti I tij me Zotin, se si u krijua, raporti I tij I komunikimit me Zotin, raporti I tij me melajket dhe përjashtimi I iblisit, raporti I tij me xhenetin dhe nxjerrja nga xheneti, pastaj ardhja në tokë, gjitha këto e bëjnë Ademin alayhis salam ndryshe nga të tjerët. Për këtë arsye dhe Zoti, Allahu xhelaluhu, I mësoi Ademit të gjitha le të themi kuptimet e gjërave, të gjitha emrat e gjërave në mënyrë që të hidheshin bazat e komunikimit në tokë. Për këtë arsye, ne besojmë, ne muslimanët besojmë, se Ademit alayhis salam janë dhënë pikërisht të gjitha, le të themi, elementet bazike të gjuhës dhe më pas është lënë një lloj hapësire që kjo gjuhë përshtatet në varësi të jetesës popujve. Mirë po, baziket, mënyra se si duhet artikulohen gjërat dhe se si duhet të formulohen gjërat, si më thënë, bazike I është dhënë Ademit alayhi salatu wassalam. Kurse rasti I profetëve të Zotit nuk ka qenë nevojshme një gjë e tillë, sepse gjuha ka qenë, kultura ka qenë dhe domethënë tradita ka qenë e formuar dhe profetët kanë ardhur thjesht për të dhënë pikat mbi I. Ndërsa rasti I Ademit, ai është themeluesi I gjithçkaje. Pra le të themi Ademi alayhi salatu wassalam është le të themi një inxhinier që ka marrë një tokë, e ka ngritur gjithçka me rrugë, me kanalizime dhe me gjithçka, ndërsa profetët e Zotit kanë ardhur në një qytet ku çdo gjë ishte e mbaruar, thjesht duhet vendosnin pikat mbi I. Pra ky është dallimi mes Ademit alayhis salam, që çdo gjë fillon prej tij dhe nis prej tij dhe nga ai shpërndahet çdo gjë, ndërsa rasti I profetëve të Zotit kanë ardhur pikërisht në gjërat e mbaruara. Për këtë arsye, për ta mbyllur idenë, domethënë, ne kemi rastin e Nuhut alayhis salam. 6 bijtë e Nuhut janë ata të cilët sot ne le të themi të gjitha racat njerëzore kthehen tek njëri nga bijt e Nuhut alayhis salam dhe nga aty pastaj ka është bërë dhe dallimi, si më thënë, mes gjuhëve, mes dallimet e mëdha, siç I dallojnë sot gjuhët indo-europiane, gjuhët semite kështu me radhë. Pra, le të themi origjina, baza është nga Ademi alayhis salam dhe si më thënë, ai ka hedhur themelet për specifikën e çdo gjuhe dhe më pas në rastin e Nuhut alayhis salam kanë marrë konkretizim duke u ndarë në këtë ndarje që ne përjetojmë sot. Hoxhë I nderuar, ekziston një lloj teorie, po e quajnë në thonjza, teori evolucioniste, e cila mendon që njeriu mësoi nga përvoja. Pra, njeriu e pa që mishi I pjekur, thonë këto ishte I mirë dhe pastaj e mësoi. Ndërkohë që teoria islame është që
Allahu e mësoi Ademin dhe pastaj Ademi mësoi brezat e arshëm. A ka këtu domethënë ndonjë keq kuptim midis teorisë islame dhe kësaj teorie? Njeriu mëson gjithmonë, mirë po bazat e gjithçka janë të marrë nga Ademi alayhis salam. Ibn Abbasi, le të japim një rast komentimit të Kuranit, thotë Zoti Allahu i mësoi Ademit edhe emrin e kusis. Kjo është kusia. Pra nuk ka lënë mashën, nuk ka lënë detaj pa ja mësuar. Pa ja mësuar nuk e ka lënë. Ndërsa le të themi se na vjen dhe disa profesione ke profeta që Allahu i mësoi për shembull dikujt i mësoi penën, dikujt tjetër i mësoi një profesion tjetër. Zdrukthari, po kjo nuk do thotë që nuk ka ekzistuar më përpara. Thjesht ky profet ka bërë le të themi ka bërë atë të veçantën në këtë situatë, po jo se nuk ka ekzistuar më përpara, ndërsa në kohën e Ademit alayhis salam është ai i cili ka mbartur të gjitha dhe bitë e tij të cilët i kanë trashëguar prej tij deri në ardhen e Nuhut alayhis salam dhe pastaj konkretizimi përfundimtar ka ardhur në kohën e Nuhut alayhis salam dhe sado që të evolojnë le të themi gjuhët apo të gjitha kthehen pikërisht tek Nuhu alayhis salam. Për këtë arsye quhet babai i dytë i njerëzimit. Për këtë arsye quhet awwalur rusul, pra i dërguar i parë në tokë, nga që Ademi alayhis salam konsiderohet profeti i parë në tokë, ndërsa Nuhu alayhis salam konsiderohet i dërguar i parë në tokë. Cili është dallimi mes së dyjave? Faktikisht edhe Ademi alayhis salam është i dërguar i Zotit, por është quajtur Nuhu i dërguar i Zotit sepse funksionin e plot të dërguarit, pra përballjen me jo besimtarët e ka pas vetëm Nuhu alayhis salam. O që dëruar ju e thatë shumë bukur, domethënë që Nuhu është quajtur Resul, ndërkohë në Kur'an përmenden 25 profet. Secili prej këtyre profetëve a ka pasur shpallje apo disa janë veçuar prej tyre? Profetët padyshim që kanë dhe shpallje nga Zoti i gjithësisë. Mënyra se si i vjen shpallja profetëve është dy llojesh. Një shpallje le të themi ripërtëritse, pra kemi në gjuhën arabe, pra dallimi bëhet në gjuhën arabe, kemi nebi edhe rasul. Rasul i dërguar ose pejgamber është ai i cili vjen me diçka të re komplet, me një shpallje të re, me diçka që nuk ka qenë më përpara, me një ligj të ri. Ndërsa profet ose nebi është ai i cili mund të jetë brenda ligjit më hershëm, pra nuk është se ka sjell diçka të re, për këtë arsye kemi rusul dhe enbiya. Çdo rasul është dhe nebi njëkohësisht, po jo çdo nebi mund të jetë rasul. Për shembull rasti i pejgamberit alayhis salam ka qenë dhe nebi dhe rasul. Jusha ibn Nun për shembull ka qenë nebi, por nuk ka qenë rasul. Ose Haruni. Kush janë shpalljet që Allah i përmend në Kur'an që i kanë ardhur profetëve? Atëherë shpalljet kryesore që Zoti ka përmendur në Kur'an janë 4 librat e mëdhenj, pra le të themi Zeburi, Teurati, Ungjilli dhe Kur'ani, dhe le të themi fletushkat që i janë dhënë Ibrahimit alayhis salam, Suhufi Ibrahim. Pra Allahu xhallahu dhe Ibrahimin e ka dalluar, le të themi me diçka të shkruar, krahasim me pejgamberët që kanë ardhur mbas tij. Ka edhe të tjera, numri i tyre sipas disa transmetimeve arrin deri në 114 libra dhe fletushka të zbritura nga Zoti për profetët e tij, ndërsa pjesa tjetër ka qenë rigjeneruese, pra si më thonë brenda ripërtëritse, pra e shpalljes. Për këtë arsye tha profeti alayhis salam, në rastin e Beni Israilve, profetët ishin ata të cilët udhëheqinin dhe rigjeneronin. Në rastin ton, pra në rastin e muslimanëve, çdo 100 vjet Zoti i Madh sjell dikë ose disa që e rigjenerojnë atë që pra rigjallërojnë. Po, atë që domethënë mund të ketë humbur, mund të ketë harruar. Kontrasti i një pjesë e shpalljes hyjnore dhe ato e rigjallërojnë. Atëherë le të kemi tek pyetja, pra ne sillemi me shpalljet se i besojmë, ne sillemi me shpalljet se i pranojmë në le të themi në koncept, pra që Zoti ka sjell shpallje, ne pranojmë madje edhe me emra disa prej tyre, siç është Zeburi, Teurati, Ungjilli dhe Kur'ani dhe le të themi fletushkat e Ibrahimit alayhis salam. Ne i pranojmë të gjitha këto në koncept dhe një musliman nuk mund të quhet besimtar, nuk mund të jetë i sjellshëm dhe i edukuar me librat e Zotit pa i pranuar. Për këtë arsye kur flasim ne për shembull musliman, kur themi besimi në librat e Zotit, çfarë kuptojmë? Ne kuptojmë që ne muslimanët besojmë se Zoti herë mbas here ka sjellur te profetët e tij përveç shpalljes,
ka sjellë te profetët e tij libra ose fletushka në mënyrë që të jenë udhëzim dhe orientim për njerëzimin sa është profeti gjallë dhe deri në ardhen e profetit pas rendës. Pra profetit të ardhshëm, sepse profeti i ardhshëm, nëse do të ishte rasul, shfuqizon gjithçka. Nëse do të ishte nebi, pra në rolin e profetit vetëm, atëherë ai do të rritë tek libri i këtij profeti ose tek mësimet e këtij profeti dhe nuk do të sjellë diçka të re, thjesht do të bëjë një ripërtëritje ose një rigjallërim të asaj që solli profeti përpara tij. Dhe besojmë ne muslimanët gjithashtu, pra për edukatës dhe sjelljes së mirë me librat e Zotit është që të besojmë se Kurani është, le të themi, përmbledhës i tyre dhe i garantuari deri në ditë Kiametit. Që do të thotë, kur zbriste shpallja mbi një profet, lihej pra shpallja për të mësuar përmendësh dhe transmetohej me mësim përmendësh. Ndërsa Kurani, thot Zoti në Kur'an, bimestuhfidhu alayhi, pra thjesht me mësim përmendësh. Për këtë arsye, në rastet e librat të mëhershëm kemi ndërhyrje dhe manipulim njerëzor. Kur filloi të shkruhej, dhe njerëzit politikat caktuara ndërhynin dhe bënin politikat e librit të shenjtë. Nëse në rastin e Kuranit, jo vetëm që është ruajtur Kurani me pra memorizim, po është ruajtur Kurani dhe me shkrim. Sepse memorizimi ndoshta mund të lejë hapësira, ndërsa edhe shkrimi, për këtë arsye në rastin e profetit sallallahu alajhi wasallam, ne kemi një komision që quhet Komisioni i Shkrimit të Kuranit. Për këtë arsye me vdekjen e profetit sallallahu alajhi wasallam në kohën e Abubekrit, mbasi e mori khilafetin e Abubekrit, çfarë ndodhi me Kuranin? U shkrua i gjithi në një libër të vetëm. Pra, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam u shkrua, po ishte i shpërndar, për shembull 10 sure i kishte Zeidi, 15 sure i kishte Abdullah ibn Mesudi, 30 sure i kishte Muawiya, ca sure ishin këtej andej. Kur erdhi Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu me konsulencën që pati me Omerit, u mblodhën dhe u quajt si themi në Kuranit, ne themi mushaf. Çfarë do thotë fjala mushaf? Fletë të mbledhura në një vëllim. Pra si më thënë libri ose vëllimi. Pra u mblodhën. Pastaj në kohën e Uthmanit u bën 7 kopje. Dhe një nga këto 7 kopjet shqyr Zotit është mrekulli e Zotit që është edhe sot e kësaj dite në bibliotekën kombëtare të Tashkentit në Uzbekistan. Pra kush do ta shohë atë origjinalin fare, mund shkoj, ka dhe analizën karbonike që është e daton me kohën e Othman ibn Affanit, pra halifit të tretë, kështu që ne në Islam domethënë jemi shumë komod. Jemi shumë komod për sa i përket faktit që i besojmë librat e mëhershëm, nuk mohojmë asnjë për librave të mëhershëm, themi që kush mohon një nga librat e mëhershëm është jo besimtar, është qafir, por besojmë edhe njëkohësisht që në fuqi sot është vetëm Kurani, sepse librat e mëhershëm kanë pas ndërhyrje dhe manipulime. Këtu disa njerëz kanë një lloj kufiziteti. Pra, ato e dëgjojnë fjalën që ne besimtar musliman i besojmë librat e mëhershëm, Teuratin, Zeburin dhe Injilin që i zbriti saj, por thonë juve me që i besoni librat e mëhershëm, a besoni librat aktual? Pra si të përgjigjim në këtë rast? Po, ne është njësoj si besimi në profetët e Zotit, është njësoj edhe besimi në librat e Zotit, që do thotë ne besojmë në koncept, por kur flasim për diçka që është aktuale, që njerëzit i thonë sot, ky është Teurati, ky është Psalmi, ose Zeburi, apo ky është Ungjilli, themi jo. Ne muslimanët besojmë sipas Kuranit se nuk është ai origjinali që Zoti ka zbritur. Sepse vetë ata e bën një deklarim të tillë, po edhe vetë kur e lexon e sheh të qartë një gjë të tillë. Ne muslimanët themi se Zoti ka thënë në Kuran, yuharrifuna al-kalima am mawadhihi. Pra, ne nuk mund të gjykohemi përveç se në Kuran ne si musliman. Atë Kurani çfarë thotë? Kanë manipuluar fjalën e Zotit me duart e tyre. Pra, kanë ndërhyrje. Për këtë arsye për shembull po të lexosh, për shembull thotë mallkimi juaj qoftë mbi ju se ju keni bërë libri me duart tuaja dhe pastaj thënë ky është libri i Zotit. Por edhe një diçka hoç për ta bërë një lloj dallimi dhe më pas dalim një pyetje tjetër është sepse Kurani është i posaçëm libri i Zotit. Hadithe profetike janë thënit e profetit Muhammed dhe fjalët e sahabëve ose apostujve të profetit Muhammed janë vete. Ndërkohë të librat e tjerë neve i gjejmë të bashkuar dhe nuk dallojmë dot se kush është edhe fjalët e tabiinëve si fjalë e Zotit tek të tjerë. Dhe ne nuk e gjejmë dot se kush është fjala e Zotit, kush është fjala e profetit, nuk bëhet dallimi dhe kush është fjala e apostujve në thonjza. Ndërkohë, domethënë duke mos e ruajtur këtë lloj autenticiteti i librave të mëparshëm, si neve ta dallojmë që një pjesë ose një citat i tyre
është i sakt ose është prej Zotit, ndërkohë që pjesa tjetër ose një citat tjetër që është i ndryshuar. Ka një lloj rregulli në Islam që e dallojmë të? Po, gjykatësi në këtë lloj situate kaotike është Kurani dhe hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë është në përshtatshmëri dhe në përputhshmëri me Kur'anin famëlar është e njëjta gjë që Zoti e ka sjellë tek profeti më hershëm. Çfarë, domethënë, bie ndesh? Kur themi bie ndesh, kemi për qëllim baziket dhe nuk kemi për qëllim detajet. Pra që do të thotë bie ndesh në njëshmërinë e Zotit, bie ndesh në mënyrën se si konceptohen profetët, në mënyrën se si konceptohen, le të themi, engjëjt, në mënyrën se si adhurohet ose shenjtërohet dikush tjetër përveç Zotit etj. Atëherë themi kjo bie ndesh dhe është e papranueshme. Pra ne gjykatës, për ne si musliman, gjykatës për të pranuar diçka nga të tjerët, se është e Zotit apo jo, kemi librin ton, kemi Kur'anin. Për këtë arsye, ne nuk mund ta mohojmë tërësisht, themi jo. Çfarë është sot në duart e tyre nuk është fjalë e Zotit, pas nuk e pranojmë atë të plot ashtu siç është. Dhe themi, çfarë është okay me, le të themi, sepse ka disa gjëra që të gjithë profetët i kanë pas njësoj. Besimi në Zot është tek të gjithë profetët, në librat e shenjtë, është tek të gjithë profetët në engjëj, është tek të gjithë profetët në botën tjetër, është tek të gjithë profetët në ringjallje, është tek të gjithë profetët. Pra, janë disa gjëra që i kemi të gjithë dhe i pranojnë të gjithë. Janë disa gjëra të tjera pastaj që bien ndesh. Përderisa bien ndesh, atëherë ne nuk mund t'i pranojmë dhe themi, për shembull, le të themi të ketë Zoti, le të themi djalë apo të ketë Zoti fëmijë. Për shembull, kjo bien ndesh me Kur'anin dhe ne normalisht nuk mund ta pranojmë një gjë të tillë. Ose le të themi hyjëzimi i njeriu. Po, domethënë ta kthesh njeriu në shenjtor që ti lutesh atij që ai pastaj të ndërmjetësoj tek Zoti, akti i faljes. Do falja është prej Zotit, mund të ketë zëdhënës në tokë Zotit për të falur, ose siç është rasti i kryqëzimit, siç është rasti i ringjalljes mbas kryqëzimit, shumë, domethënë ne në Islam kemi, le të themi, Kur'anin, ai i cili neve na gjykon dhe me të gjykohemi. Në Kur'an ndonjëherë thuhet që le të gjykohemi tek Teurati, le të gjykohemi tek Ungjilli, thot Zoti, Allahu xhallahu drejtohet në këtë formë. Pra bëhet fjalë për Teuratin e vërtet dhe bëhet fjalë për Ungjillin e vërtet dhe bëhet fjalë për ato pasazhe që kanë mbetur akoma, sepse Zoti është i madh normalisht dhe ka lënë pavarësisht le të themi ndërhyrjes njerëzore, pavarësisht manipulimit njerëzor që kanë pas librat e tyre, ka lënë Zoti brenda disa argumente dhe fakte që një, le të themi, njeri, le të themi me urtësi, me sinqeritet, me çiltërsi kupton që kemi të bëjmë me manipulim, kemi të bëjmë me tejkalim caqesh, me tejkalim kufish. Ndoshta edhe është ky fakti i hoxh që Kurani ose Islami i përcakton ato si ehli kitab dhe jep një status të veçantë ndryshe nga mushrikët ose idhujtarët. Absolutisht. Njerëzit e thot vet Kurani. Njerëzit që janë më afër nesh janë të krishterët, e thot e ke në ajet kuranor. Pra çfarë besojmë? Është gjë tjetër dhe le të themi pjesa doktrinore është gjë tjetër dhe mënyra se si ne, domethënë, trajtojmë le të themi hebrejt apo të krishterët dhe mënyra se si Zoti i Madh ju ka dhënë atyre një status krejt veçantë në Kur'anin famëlar. Pra ata quhen ehlu kitab, domethënë pasuesit e librit dhe shif, domethënë, edukatën e Kur'anit, shif sjelljen e Kur'anit, domethënë i quan, le të themi, pasuesit e dy feve të tjera, i quan idhtar të librit, pasues të librit, pavarësisht domethënë se sa domethënë ky libër është ai libri apo jo. Po përderisa ata domethënë e bëjnë veten e tyre pasues të profetëve në fjalë, pasues të librave në fjalë, respekti dhe edukata, vlerësimi që u ka bërë Zoti, pra Zoti i Madh nuk u ka hedhur poshtë këtë pjesë. Domethënë për të dogën besimi ke dita profetëve, ke librat e Zotit, Zoti, ajo që më intereson më shumë. Ka një lloj rranje, ka një lloj origjine që na bashkon në kuptimin e mirë. Mua që më intereson është tek pjesa e sjelljes. Pra Zoti i Madh e mori në konsiderat pretendimin, dëshirën, besimin e këtyre njerëzve që ne jemi pasojmë profet apo ne po pasojmë librat e shenjtë. Dhe Zoti nuk i quhet jo, si jeni pasues të librave të shenjtë. Po ju jeni pasues të librit, jeni idhtar të librit. Po e janë të gjejmë ca gjëra, të gjejmë një gjuhë përbashkët, të gjejmë një komunikim përbashkët, të ulemi bashkë, të rrim bashkë. Ja ahlel kitabi ta'alu ila kelimatin sawa'in bainana wa bainakum. O idhtarët e librit, e janë të ulemi bashkë, dialogojmë së bashku, të merremi vesh me njëri tjetrin. Alla na'budu illa Allah. Mos ta adhurojmë vetëm se Allahun.
tjerë që vjen ajeti kuranor. Ndoshta hoxh është dhe për shkakun sepse tek fet ose tek këto besime neve gjejmë domethënë ajo e cila është origjinë. Pra origjinë besimit tek profetët, besimit tek Zoti, besimit tek shpalljet, por pavarësisht se kemi disa kontradikta, ndryshe nga filozofët, të cilët nuk mendonin që sjell Zoti shpallje ose sjell profet ose ndryshe nga mushrikët paganët, të cilët merrnin gurë dhe i bëshin vezë dhe filloshin të adhuroshin gurët, pra tek këto popuj, domethënë këto ka një lloj origjine, ka një libër, ka një profet, të cilët këto besojnë pavarësisht se kanë devijuar në rrugën e tyre. Për këtë arsye edhe në Islam le të themi qenia këtyre njerëzve domethënë janë pikërisht në këtë linjë, na bën neve që për shembull le të themi ushqimi jonë dhe i tyre është halal për njëri tjetrin. Pra martesa prej tyre, domethënë martesa le të themi po. Domethënë u jep krejt një status të veçantë, ndërsa mishi që neve na vjen nga paganët apo nga idhujtarët nuk lejohet hahet, martesa me idhujtarët apo paganët apo ateistët apo agnostikët nuk lejohet, as të marrësh as të japësh. Domethënë është komplet situatë tjetër, pa një status krejt veçantë. Për këtë arsye edhe në mënyrën se si le të themi kanë jetuar në ombrellën e Islamit, kur Islami kishte le të themi atë pushtetin e vet, domethënë të krishterët dhe hebrejt kanë jetuar si mos më miri, kundrejt një takse le të themi shumë të thjeshtë dhe simbolike që ju siguronte atyre besimin, pasuritë, nderin dhe të jetuarin në fenë e tyre dhe në besimin e tyre pas një lloj le të themi pas një lloj cënimi. Dhe argumenti më i madh le të themi janë koptët e Egjiptit, argumenti më i madh janë të krishterët e Sirisë, Jordanisë dhe Palestinës dhe Libanit, le të themi. Kemi për shembull rastin e Turqisë, akoma domethënë konsiderohet domethënë një nga bazat më të rëndësishme të fesë ortodokse është Stambolli, pra nuk është cënuar në asnjë moment, sepse ne kemi një parim që thotë la ikraha fid din. Feja nuk është me imponim, feja nuk mund të jetë me dhunë. Allahu ta shpëlbeft hoxh, të nderuar të shikues, shkëputim për pak minuta dhe ritakojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikues, ja kur i takua në pjesën e dytë të emisionit, si të sillemi me librat hyjnor. Jemi me hoxhën e nderuar, Imam Ahmed Kalaj, hoxhë nderuar. E lam pak a shumë ke pjesa, domethënë e një lloj, po e quaj unë dialogimi. Pra, a përmend Kurani që neve duhet të dialogojmë me idhtarët e librave të ndryshëm për të përfituar të vërtetën hyjnore? Faktikisht dialogu konstruktiv është prej formave se si neve i Madhi Zot na ka mësuar për mënyrën se si duhet të ftojmë të tjerët në Islam. Zoti thotë në Kur'an: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wa jadilhum ila billati hiya ahsan." O Muhammed, i drejtohet Muhamedit normalisht të neve të tjerëve, fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshillim dhe duke debatuar në formën më të mirë. Kjo është në përgjithësi për gjithë njerëzit, ndërsa për idhtarët e librit kemi një ajet më specifik, më të veçantë, si më thënë, ku Zoti më të personalizuar, ku Zoti thotë: "Wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati hi ahsan." Mos debatoni me idhtarët e librit vetëm se në formën më të mirë. Pra, nëse ne jemi të obliguar që të debatojmë debat konstruktiv me të tjerët në përgjithësi, në rastin e të krishterëve apo hebrejve ne jemi të obliguar që debati të jetë jo vetëm konstruktiv, por duhet të jetë edhe në formën më të mirë. Pra nuk duhet të prekim zemrat, nuk duhet të prekim ndjenjat. Thjesht debatohet për të arritur le të themi një përfundim ose një zbulim mbi të vërtetën. Pra qëllimi duhet të jetë e vërteta dhe nuk duhet të jetë triumfi, nuk duhet të jetë tifozeria, nuk duhet të jetë ja hodha e munda triumfi vetvetes. Sepse këtu futet vetvetja, pastaj edhe një egoja. Po, kalon në adhurimin e vetvetes, domethënë në kuptimin në një kuptim të fjalës, domethënë. Për këtë arsye dhe Islami domethënë e ka inkurajuar debatin, dialogun. Madje kemi të ajete të qarta, kul ja ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Pra thuaj o idhtarët e ri, ejani të ulemi, hajde të gjejmë një gjuhë të përbashkët mes nesh edhe jush. Pra Islami e don gjuhën e përbashkët, por nuk pranon miksimin. Pra hajde të gjejmë një gjuhë përbashkët, po ju keni fen tuaj dhe ne kemi fen ton. Në mos gaboj ke ky ajeti që përmendet kërkon një lloj miksimi në një fjalë të vetme, thotë la ilaha illallah, pra që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Zotit, mos adhurojmë idhujt.
Po. Pra ideja kush është, domethënë ne jemi të gatshëm të ulemi, debatojmë, madje të gjejmë le të themi një emrues përbashkët që është fjala la ilaha illallah. Pra nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, një i vetëm pa shok, i pa imagjinueshëm, që nuk ka fillim, nuk ka mbarim, nuk lind, nuk bën fëmijë, as djem as vajza, kështu me radhë. Nëse kjo arrihet, atëherë ne kemi arritë, domethënë le të themi atë fjalën e përbashkët apo një fjalë që na bashkon të gjithëve. Po edhe nëse nuk arrihet, kjo është e bukuria e Islamit, edhe nëse nuk arrihet, ju mbeteni prapë, domethënë njerëzit më të afërt për ne, njerëzit më pranë nesh, dhe ne si shqiptarë themi kemi qenë ai shembulli më interesant, domethënë dhe më brillant, ku njerëzit pavarësisht besimeve të tyre kanë jetuar mirë, kanë qenë të lidhur me njëri tjetrin, kanë qenë fëmijë të njëri tjetrit, kanë pas kauza të përbashkëta, siç është rasti i pavarësisë, siç është rasti i luftës kundër le të themi pushtuesit, siç ka shumë gjëra të tjera, apo siç ka qenë rasti i fundit kur ne të gjithë u bëm bashkë për rastin e familjes, pra pro familjes. Pra, domethënë besimet e ndryshme neve nuk na bëjnë alergjik ndaj prezencës së tjetrit, apo jetesës së tij, apo mënyrës se si ai jeton, apo se si i përkushtohet Zotit. Sepse ne mendojmë hoc se Islami është aq i madh sa që me dogmen e besimit të tij ai e përthith veten, e përthith tjetrin vetvetiu sepse beson në një Zot vetëm dhe largohet nga idhujtaria, nga adhurimi i njerëzve. Por hoxhë nderuar, nëse një besimtar i bie një libër ose një besimtar musliman, pra i bie një libër i feve të tjera, a duhet ai ta studioj vetvetiu atë, qoftë edhe duhet që fillestar, apo duhet të mjaftohet me studime që dikush i përparuar ka bërë më parë për librat e tyre? Atëherë njerëzit që le të themi duan të studiojnë le të themi librat e mëhershëm, që janë sot le të themi aktual, janë dy kategori, pra nuk mund të ketë një gjykim përgjithshëm. Ata të cilët janë le të themi në fillesat e fesë dhe besimit të tyre, dhe ata të cilët janë le të themi njerëz të cilët janë studiozë, të cilët kanë studiuar, të cilët kanë le të themi bagazhin e duhur fetar të besimit. Në rastin e dytë, ata të cilët kanë bagazhin, kanë le të themi, domethënë njohuritë dhe dinë si të dallojnë le të themi gjërat, absolutisht lejohet dhe nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Ndërsa në rastin e parë, kur dikush është në fillimet e fesë dhe të besimit, kur nuk bën dot dallimin mes gjërave, atëherë nuk këshillohet, por referohet në Kur'an, referohet në hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe referohet le të themi në burimet tona të besueshme, të cilat bëjnë këto studimet krahasuese. Pra ka shqyrë Zotit, domethënë libra dhe ka studime madje ka dhe faqe, unë do ta sugjeroj ndoshta për gjithë televizionistët përfitojnë nga rasti, është një faqe që quhet Bibla dhe Kur'ani. Është një faqe shumë interesante që bën pikërisht këtë studimin krahasues mes feve apo mes librave kështu me radhë, dhe shumë interesante. Pra ti e merr le të themi e merr informacionin le të themi pas një lloj dyshimi dhe pas një lloj sikleti të pastër, ndërkohë që kur i futesh vet, domethënë mund të jetë kjo shkak apo sebeb që njeriu atë të le të themi të marrë le të themi goditje për fenë e tij apo për besimin e tij. Pra nuk mund të jetë e lirshme derisa njeriu të ketë le të themi imunitetin. Në momentin që krijon imunitetin, konceptin e plotë, në momentin që krijon imunitetin absolutisht lejohet dhe nuk ka asnjë lloj gjëje. Dhe unë domethënë sjell si shembull për këtë rastin kur profeti i Zotit alayhis salam pa një sahabi i cili po lexonte Teuratin në dorë, kështu i kishte rënë nga hebrejtë e Medinës, dhe profeti alayhis salam u mërzit shumë, tha jo, përderisa unë jam gjallë se pasha Zotin që ka në dorë shpirtin tim, sikur Musa i biri i Imranit të ishte gjallë, nuk do të kishte rrugë tjetër vetëm se të ishte pasuesi im. Ose rasti i Isait alayhis salam kur do të zbresin tokë, kur do i thonë pejgamberi i Zotit futu imam për ne muslimanët, thotë jo, ju bëheni imam të njëri tjetrit dhe unë lidhem mbas jush. Nderimi i Allahut për këtë imet, pra Zoti ju ka nderuar në këtë formë, ose në një hadith tjetër pejgamberi sa më tha, si do të ndiheshet ju atë ditë kur imami bëhet për jush dhe një profet lidhet në namaz pas jush. Po të nderuar, neve për shkak të një të kaluar ateiste të gjatë, pothuajse të gjatë, ku njerëzit domethënë e humbën lidhjen e tyre me paraardhësit e tyre, besimtar, me gjyshrit e tyre, ose me stërgjyshit e tyre të cilët ishin musliman, dhe erdhën në periudhën e demokracisë direkt, domethënë duke u bërë disa prej tyre, duke qenë se e humbën këtë lidhje dhe edukatën fetare në shtëpi,
disa për këtyre kanë shkuar dhe kanë djekur ose janë bërë, pra kanë humbur besimin musliman dhe janë bërë pjesëtar të një feje tjetër pa e ditur ato të cilën sepse edhe Isain ose Jezusin e gjen Kur'an dhe Musain e gjen Kur'an dhe Ibrahimin i gjen të gjitha në Kur'an, pra Islami është e vetmja fe që i gjen gjithë. Mungesa e diturisë. Por, a keni juve hoxh një mesazh për të gjithë ato musliman të konvertuar një fe tjetër nga panjohëria, nga ignoranca po e quaj? Mëshira e Zotit është e hapur dhe gjithmonë ka hapësirë që njeriu të kthehet tek Zoti i gjithësisë, njëri vetëm pa shok. Nuk ka asnjëherë derë të mbyllur tek Zoti. Dera e Zotit, dera e Allahut është e hapur dhe ne themi domethënë që në Kur'an ke gjithçka. Në Kur'an i ke gjithë profetët e Zotit, duke qenë le të themi në fen që Zoti i solli pejgamberit alayhis salam, Muhamedit alayhis salam, ti nuk ke humbur profetin tënd, përkundrazi ti ke shtuar një profet të ri në listën tënde të besimit. Kështu që domethënë do të ishte një ftesë domethënë që të rikthehen edhe një herë në atë që domethënë kanë të trashëguar nga të parët e tyre, sepse zgjedhja të parëve tan nuk mund të ketë qenë një zgjedhje vetëm se e saktë, vetëm se e qelluar dhe mbas një meditimi të thellë dhe mbas një analize të thellë. Pra nuk mund të jemi ne, le të themi, gjykatësit e gjës, përderisa të parët tan domethënë kanë bërë një zgjedhje kaq të mrekullueshme që është Islami, që është besimi islam. Domethënë këta njerëz nuk kanë qenë kot. Sepse nuk ka kuptim hoxh i nderuar, domethënë në momente që gjyshi ka qenë musliman, babai musliman dhe fëmia i përket një besimi tjetër sikur nuk shkon ose sikur do ketë një shkëputje në botën tjetër të këtyre. Por se për ta përfunduar me emisionin e sotshëm dhe pyetja e fundit për sonde hoxh i nderuar është Kurani, a i përmbledh të gjitha librat e tjerë ose mësimet e librave të tjerë? Pra, sepse thuhet që në surën El-Fatiha janë përmbledhur të gjithë mësimet e librave fetar. Por në surën Bekare, në surën Ali Imran, a përmbledh Kurani mësimet e feve tjera dhe a i citon ato? Shpesh herë ne gjejmë në Kur'an fjalën dhe Zoti i tha Musait dhe Zoti i shpalli Isait, Jezusit, Isait alayhis salam. Pra, ne muslimanët besojmë se gjithë librat qiellor ose hynor janë përmbledhur në 4 libra hynor të fundit dhe 4 librat hynor janë të përmbledhura në Kur'an. Argumenti. Profeti alayhis salam ka thënë në vend të Teuratit dhe të Ungjillit dhe të Zeburit, Zoti më ka dhënë suret e gjata të Kur'anit. Pra që do të thotë El-Bekareja, Ali Imran e tjerë janë një lloj përmbledhje, e të gjithë librave të mëhershëm. Ndërkohë që thotë dhe jam ndalluar nga librat e mëhershëm, pra ne bil mufassal nga surat Kaf e poshtë kemi komplet një natyrë tjetër të zbritjes librave hynor. Edhe me të vërtet po ta shohësh, nga surat Kaf e poshtë është komplet ajete të shkurtra edhe shumë më shpejt situata, ndërkohë që këtu gjejmë domethënë ajete shumë gjata, ajete sa një faqe. Pra ai vetë pejgamberi sa më ka thënë në vend të Teuratit dhe Zeburit dhe Ungjillit Zoti më ka dhënë suret e gjata. Pra ja ka kompensuar Zoti, pra ja ka sjell mësimin e tyre pikërisht në këto sure. Ndërsa El-Fatihaja konsiderohet le të themi ajka e Kur'anit dhe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, është ajka e El-Fatihas. Pra le të themi ajka e çdo gjëje që Zoti ka zbritur në tokë është vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, domethënë sikur po na thot Zoti i Madh, o njerëz, nuk i kam zbritur këto libra për gjë tjetër vetëm se unë si Zot ta adhurohem një i vetëm. Pra do ketë mbas Kuranit libër tjetër hynor. Nuk mund të ketë sepse në Kur'an ne kemi të shkruar qartë, Muhamedi është vula e profecisë në tokë. Domethënë ky Kur'an do të jetë në fuqi deri në ditë Kiametit dhe kjo është pjesë e sjelljes së mirë, e sjelljes tonë të mirë me librat e shenjtë dhe me Kur'anin familjar. Pa ti nuk mund të quhesh i sjellshëm me librat e shenjtë derisa të besosh këtë gjë mbi Kur'anin familjar, se është shfuqizues, është përmbledhës dhe është i përhershëm deri në ditën e Kiametit. Allahu ta shpëlbojë. Amin edhe juve. Të nderuar të shikues, ishim me Hoxhën Ahmed Kalaja me temën si të sillet me librat e shenjtë. Ritakohemi në emisionin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.